Edhe sipas gjykimit që tani më sot është bëllë dhe publikimi i arsyetimit, do thotë gjykata se publikoi arsyetimin e plot para gjysmore. Me një fjalë gjykata po sqaron që shumica shqiptare nuk ka të drejtë që të diktoj as të devijoj cilësinë e përfaqësimit të komuniteteve të caktuara në kryesitë të Kuvendit të Kosovës. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që me taktizime, me improvizime procedurale, me keq interpretime të rregullorës ose të mekanizmave deblokues që kryetari i Kuvendit e quaj kësi një farë lloj mënyre që ai e arsyetoi sikurse ka vepruar përputhje me kushtetutën dhe me rregullorin në fuqi, kjo nuk mund të shfrytëzohet për qëllime të moskonstituimit të Kuvendit. Sipas gjykatës kushtetuese, nëse keq interpretohet ky lloj mekanizmi i deblokimit që me pamundsu përfaqësimin e drejtë të një komuniteti të caktuar, atëherë normalisht kjo vendimmarrje do shpallësi antikushtetuese. Dhe me një fjalë e ndërlidhi çështjen e konstituimit të Kuvendit me zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve, siç ka qenë edhe e përcaktuar edhe më herët, dhe së fundi e ndërlidhi çështjen e zgjedhjes së nënkryetarit serb me ekskluzivisht me drejtën e propozimit që e bën shumica e deputetëve të këtij komuniteti në Parlamentin e Kosovës. Por televizia vetëvendosje po e vën diskutim jo vetëm këtë, por edhe në të kaluarën edhe vendimet e gjykatës kushtetuese që janë vendime që duhet të zbatohen. E tani kjo po interpretohet në rrafshin politik. Jo të bihen pikpyetje. Kjo po interpretohet në rrafshin politik sepse ka tendencë. Edhe ligjor, sepse kryetari i kaluar i Kuvendit tha se nuk është ligjor vendimi, pra edhe në aspektin ligjor, po e nuk ka drejt askush me quajtur antikushtetues vendimin e gjykatës kushtetuese sepse ka mandat të plot, është autoriteti përfundimtar që interpreton veprimet, mosveprimet, sjelljet, vendimet dhe gjitha aktet që prodhon në Parlament të Kosovës, është gjykata kushtetuese autoriteti final që e bën interpretimin e kushtetueshmërisë së tyre, jo kryetari i Kuvendit. Në asnjë shtet të Evropës dhe as të botës, përderisa ekzistojnë gjykata kushtetuese, nuk jepet e drejta një autoriteti, një kryesuesi të seancës së Kuvendit me kallëzuar çka është apo çka s'është përputhje me kushtetutën. Se po të kishte qëndruar kjo, imagjino se çfarë kaosi politike juridike shkakton një shoqëri. E dyta, gjykimi është shumë i qartë, edhe kushtetuta ka qenë e qartë, edhe rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës ka qenë e qartë. Mirë po, në rast se lëvizja vendosje ka për synim që ta dërgoj vendin në zgjedhje, unë mendoj se do ta gjej pikërisht këtë mundësinë e mosvotimit të asnjë kandidature që propozohet nga lista serbe dhe mund të mos votoj fora dhe ta pamundsoj konstituimin e Kuvendit. Mirë po, zgjidhja ekziston dhe ne e kemi sipas praktikës parlamentare dhe e legjitimuar tashmë në dy gjykime të gjykatës kushtetuese i përket çështës së nënkryetarit serb dhe mund bëhet votimi në pako. Por unë besoj që do të jetë më lehtë edhe për ta, edhe për deputetët e shumicës. Siç ka ndodhur në të kaluarën, që kur bëhet votimi në pako, nuk votohet individualisht për pozitën e nënkryetarit të një komuniteti, por votohet për dy nënkryetarit e komuniteteve që përfaqësojnë Kuvendin e Kosovës. Këtë rast, njëri është serb dhe tjetri i komuniteteve tjera e shumicës. Po, dhe tek çështja